Për 3 vite erdhë baba e nona e një djalit 17 vjeçar, edhe më lutën shok mjek, ta na gjunat i pa që marrë, bese e Zotit këvdhon, e në mbrëmje natën vonë, ja jep një leksion djalit që me kurtanis, se i kam 2 djemë, njonin 11 vjeç, njonin 5 vjeç, mi infekton. Merrni me mend, ku nona dhe baba pranojnë në atë mënyrë me ekzekutuar djalin e saj, dhe tyne, çka do me thonë, zemra e prindit, çka duron. Edhe një rast tjetër, ky pak është më shqetësues. Veç një djalë e kishin nona dhe baba. Ma shumë vjetë e martesi, gëzo Zoti me djalë, mirë po, a i bëhet përdoros i drogës. Vijnë nona e babat e unë, edhe më lusin. Thjeshëm, veç Zoti që kish falë, shok mjek, e kim një lutje. Po pranojmë të dytë që shumë vena me na pre me skalpel në ftyrë, edhe me na kep, e na djalin tonë me denoncuar polici edhe më burgos që me ja dhonë disa vite burg, me vetëm shpresë që ai ma vonë do të lejë drogën. Mërnë me men, kur pranohen, me sakatu e ftyrin e vetë 5-6 vena, vetëm me pësu djalin e vetë. Inshallah në mizat në animon, se me të vërtet është shumë shqetësuese. Nuk po mi ma shumë. Fundi, na do dëshirojmë mos marrë deri